Në emër të presidentit Meta dhe të Partisë së Lirisë, duam t'i urojmë sot të gjithë shqiptarët gëzuar ditën e çlirimit. Ndërsa por ulemi me mirënjohje, me respekt dhe me nderimin më të thellë para të gjithë të rinjve dhe të rejave, duke nisur nga Mujo Ulqinaku dhe të gjithë ata të rinj të cilët që ditën e parë të pushtimit të Shqipërisë u përballën dhe luftuan me bishën nazi-fashiste, me radhë, duke nderuar Qemal Safën, Margarita Tutulanin, Vojo Kushin dhe mira të rinj e të reja që në lule të rinisë luftuan me armë në dorë kundër një pushtuesi për të rikthyer lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin Shqipërisë. Për fat të keq, ky përvjetor çlirimi e gjen sot vendin të uzurpuar nga një sekt i cili jo vetëm ka tradhtuar vlerat e lirisë, jo vetëm e ka shndruar Shqipërinë në një vend me të burgosur politik, por dhe në një vend ku më shumë se kur të rinjt dhe të rejat në radhë parë duhet të marrin në dorë fatet e tyre për të rikthyer një herë për gjithmonë lirinë të gjithë shqiptarëve. Ndaj ky është dhe do të jetë misioni i Partisë së Lirisë, tu rikthejmë lirinë të gjithë shqiptarëve. Faleminderit.